Nëse do me njoft një njëri si mbas islamit, si është, shife, si është masi e mbyll derën e shtëpisë. Kështu jashtë me kafe, me muhabet, e thu, s'ka rob si ky. Do me njoft me të vërtet njeriu, shikoj e thot, masi mbyll derën e shtëpisë. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Më i mirë në mesin tuaj është ai që është më i mirë për familjen e tij. Aty duket mirësia e vërtet e njeriu. Për këtë arsye do kur folë pejgamberi sa për sadakan më të mirë. Ta sadakaja më e mirë është sadakaja për familjen tënde. Sepse çaja jep ti familjes tënde shkruhet tek Zoti sadaka, nuk është sadaka vetëm me shku me dhon në Afrikë apo në Indonezi apo këtë varfrit, filloje me gjakun tënd me familjen tënde. S'ka sens që mos e plotësosh familjes tënde e të kërkosh kush ka nevojë për sadaka. Apo gjakut tënd të kërkosh kush ka nevojë për sadaka, filloje ibda bi nafsika thumma biman ta'ul. Filloje me veten tënde, pastaj me familjen tënde dhe kë ke ti nën përgjegjësi dhe nën vartësi.